Furkan, kënaqësi të kemi sot në Prizma për herë të parë në emisionin tim Trina Alsat. Faleminderit shumë që na nderove dhe sigurisht do flasim dhe do shtjellojmë shumë tema në një sepse ka kaluar kohë gjatë nga intervista jone e fundit që kemi realizuar bashkë. Përshëndetje Flora, faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi të jem mysafir jot gjithmonë. Atëherë do ta nisim nga kjo më e bukur, nga koleksioni yt I fundit për të cilin unë e di që ti ke punuar me shumë seriozitet, ke pasur një ekip të tërë, ke selektuar kreacione të guximshme do thoja, por që definitivisht përshtaten me këtë kohë moderne dhe me gra të guximshme, të cilat sigurisht mund të përfaqësojnë atë që janë vetë si natyrë. Më thuaj sa kohë ka që ke nisur ta punosh këtë koleksion dhe çfarë përfaqëson për ty si artist dhe si dizenjator ky koleksion? Koleksionin kom fillu prej vitit kalum në muajin shkurt dhe përfundimi ka qenë pikërisht në atë muaj, do të thonë komplet gjithë procesi ka zgjatë dikon rreth një vit, po nuk është e thënë apo nuk është e vyn atë shumë kohë një vit sakt për një përfundim të një koleksionit, po më zgjesh të marr pak kohë më shumë se ç'duhet për ta finalizuar dhe për ta prek çdo detaj të koleksionit deri në pikën e fundit për me arrit me një rezultat të këtill. Këtë koleksion kom sjell gjithsej 16 kreacione, 3 kreacione më shumë se koleksionin I kalum dhe më thonë gjithë këto jam tash në qëllime e sipër për të arritur çdo koleksion që do të sjell nga 2-3 apo deri maksimum 5 kreacione më tepër se koleksioni I kalum e sjell. Pra çdo koleksion të ketë risitë e veta, besoj, edhe asnjëherë mos mund ta definojmë në numër se sa gjëra ekstra do ketë. Ka një muzë që ty të ka inspiruar në këtë koleksion apo ka një emër që mbart ky koleksion me vete, një frymëzim që fshihet pas krejt këtyre kreacioneve, të cilat në një farë mënyrë ka një farë lidhshmërie mes vete, këtë përshtypje kam unë aq sa kuptoj sigurisht nga krejt fotografi që arrit aty shoh. Një muzë ka, mund të them që ka shumë muza e cila mundet të them lirisht I përfshi gjitha gratë kudo që janë, për shkak që e kom cek edhe ma herët inspirimi ka qenë gruaja në këtë koleksion, ma saktësisht, nuk është ndonjë e përcaktuar kështu saktësisht është kjo apo ndonjë fytyrë publike apo anasjelltas, ka qenë gruaja dhe fuqia e gruas edhe vetbesimi I gruas në përgjithësi. Jam mundu me sjell elegancën, konfidencën edhe shumë gjëra që e përshkrua një femër, një grua në këtë koleksion. Muj me thonë edhe provokimin në thojza në pjesën e mirë në aspektin sensual të gruas, ata jam mundu të sjell. Pa pas në një paragjykim për shkak që femrat janë më shumë botë ata që janë të paragjykuara, muj me thonë lirisht, edhe me atë kam dasht me thy një lloj tabu tem në shtetin tonë. E përmende gratë me vetbesim, gratë e guximshme, natyrën e fuqishme që vetiu natyrshëm e sigurisht e përfaqëson gruaja. Mendon se gratë në vendin tonë janë të gatshme ndoshta për të guxuar kundrejt këtij stili që ti përfaqëson, edhe pse ndërkombëtarisht ne e shohim që vërtet gratë e guximshme janë shtuar dhe tashmë edhe puna e dizenjatorëve është lehtësuar sepse pjesët dhe kreacionet tuaja po vishen dhe po ka mjaft gratë guximshme të cilat lejojnë që ndoshta të kalojnë pak nga ajo korniza që I është vendosur vajzave dhe grave ndër vite. Nuk po them si herën e kalume që e kom cek në emision fatkeqësisht, tash po them fatmirësisht kanë dalë shumë gra me vetbesim të lartë edhe muj me thonë që ndoshta gjithë koleksioni nuk është për të vesh si them në ndonjë vend të caktuar. Shumica janë edhe artistike, ndoshta më skenike. Po, më skenike, po. Po muj me thonë që disa kreacione që munden kanë mujt me qenë pak ma të guximshme një kohë caktuar ose një kohë pak ma herët, tash besoj që ka mjaftueshëm vetbesim në shtetin tonë që kishin mujt me I vesh këto kreacione. Bukur shumë. Dhe cili është feedbacku që ke marrë Furkan pasi u lansua ky koleksion, pasi u publikua në rrjetet sociale, cilat ishin komentet apo disa nga komentet më të bukura që ja ty të kanë ngelën mendje nga persona të cilët marrin vesh nga moda dhe ti ndoshta I vlerëson në mënyrën se si ata e përfaqësojnë dhe si edhe stilin e tyre. Feedbackun që kam marrë është kanë qenë shumë pozitiv, muj me thonë lirisht.
Nuk është nuk e kom prit, kom punu fort për atë lloj feedbacku të marr, si nga ana e profesionalistave të modës në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu edhe nga njerëzit apo nga klientat që unë i kam, ka pas interesim të madh, ka pas komente pozitive, ju ka pëlqyer shumë koleksioni edhe muj me thonë që shumë a shumë se që kam prit e kanë gjetë vetën këtë koleksion. Edhe ka pas kërkesa bajgit mjaftueshme. E qartë. Të ndalem pak tek kjo pjesa e glitter, pak më shumë xixa, ngjyra, i bie kjo që ndoshta do jetë një trend që do duhet ta ndjekim pak më shumë se ne po shohim edhe në mbrëmje, vajzat po kanë një detaj pak glittery apo më me xixa, më sparkly. E shohim edhe tek ti është e theksuar. Është ky një trend i këtij viti, edhe pse ishte realisht edhe vitin e kaluar? Tash kanë label që e kom formu në vitin 2021. Në fillimet e mia nuk kam mendu asnjëherë që kam e përdor kështu lloj materiale, kështu lloj sparkly, xixa, jo kjo. Po këtë herë thash kjo ndoshta është pjesa që i bën femnat më vetbesim më të lartë, ndoshta i bën edhe më bukur, edhe thash pse mos me guxu me përdor me këshirë se çka po kërkohet ose apo vlerësohet apo jo. Edhe besoj që kjo është që ka bo këtë koleksion kështu të veçantë edhe më të kërkuar. Për trendet po ka qenë shumë trendi, edhe tash nuk është për e ndalin vetën me mos me vesh për shembull xixat në çdo lloj eventi apo ku po shkojnë. Kjo pjesa e xixave ishte më shumë në festat e fundvitit, ndërkaq tani ka nisur që të praktikohet dhe të vishet gjatë gjithë vitit, pa përcaktuar një rast caktuar. Po, është e vërtet ka qenë ndoshta ndonjë vend më specifik kështu për të vesh, po tash po e veshin edhe po e praktikojnë. Besoj që në 80% eventeve apo në 80% rasteve. E the që me njerë pasi është lansuar koleksioni, ka nisur edhe kërkesat. Si të bën që të ndihesh ky fakt, Furkan, të duket një farë mënyre sikur po përqafohet puna yte, kreativiteti dhe ajo çfarë ti përfaqëson në kreacionet e tua. Të vjen mirë për këtë fakt? Po, për atë arsye edhe kom vazhdu, ndoshta më thon, për me punu edhe nuk jom dal. E kom pas një pauzë tash po tham shkurt se ka qenë bajgje e gatë si pauzë, po vetëm kjo ka qenë arsye vetme që të filloj edhe të rifilloj edhe njëherë të mire me botën e modës, me dizajn, me kreacione, me koleksione, edhe më thonë vetëm për këtë arsye pjesën e pëlqimeve, pjesën e interesimit nga ana e klientave ka qenë arsye vetme që të vazhdoj edhe më ka shty shumë për me vazhdu. Besoj arsye mjaftueshme për t'ju rikthyer kësaj. Po, me të vërtetë është një ndjenjë shumë e veçantë kur dikush të kontakton edhe të thotë që për shembull po m'pëlqen ky kreacion edhe a mund ta kem ose a mund ta posedoj, është me të vërtetë një ndjenjë shumë e veçantë. Nuk e dyshoj. Po ky distancimi kishte një arsye specifike sepse vendose që të distancoheshe, përjetove ndonjë dëshpërim ose nuk e di cila ishte arsyeja që vendose ndoshta për një pauzë të reflektoje, të merrje pak kohë ndoshta për veten dhe për krejt atë çfarë planifikon. Po, ka qenë një lloj, si me thonë, reflektimi për vetën, po nuk ka qenë e planifikuar, me thonë drejtën, ka që gjatë, për shkak që kalun, me thonë 2-3 vite, apo ashtu diçka, nuk e mbaj bash sakt. Pauzë jo e shkurtër. Po jo. Do të thënë 3 vite nuk janë pak për një njerëz që krijon. Po. Nuk ka qenë arsyeja ose ndoshta vendimi ka gjatë të mungoj, po për shkak që zdi, ndoshta pritshmëritë e koleksioneve më hershme kanë qenë më të larta se ç'duhet, edhe ajo ndoshta më ka shty për me pauzu ka gjatë, po duke marrë parasysh që përderisa e kom gjetë klientellën, përderisa e kom gjetë personat e duhura që muj me punu me ta, mu ka desht pak kohë, edhe ndoshta kjo ishte arsyeja, po edhe një ndërto është edhe reflektimi ndaj vetes, edhe derisa e mora vetëm kështu 100%, ka qenë arsyeja pse kam pauzu, po prap ja vlejti për mu kthy. Bukur. Tani unë dua të kthehemi pak tek rënjët e tua, tek identiteti, sepse duam të mësoj më shumë ndoshta për personat që janë sot, sepse çdo njeri sigurisht ka sakrifikon për të arritur në profesionin që do, sidomos profesionet tona që janë kreative, që kërkojnë impenjime, puna me njerëz e kështu me radhë. Si ka nisur gjithçka për ty, si e kujton fëmijërinë tënde, ke pasur prirje gjithmonë Furkan që në fëmijëri, sepse kam dëgjuar historitë shumë dizenjatorëve të njohur, të cilët kanë treguar që në moshë shumë të vogël kanë treguar ndoshta këtë dashuri që kanë për të krijuar nga hiçi diçka. Për ty si ka nis ose është diçka, një pasion që ka ardhur më vonë?
Kam disa momente që i kujtoj ende kështu si vogël kur kam qenë. Tash, më vjen pak interesant me folit për fëmijërinë kështu në emisione publika, po. Si të them, ndoshta ka qenë edhe jo rastësisht që më kujtohet kjo pjesë që ndoshta shumë herë mami ka qenë me një maqinë për qepje në shtëpi, duke qep ndoshta ndonjëherë ndonjë këmishë apo s'di whatever. Edhe më kujtohet që pjesa materiale që mbetëshin ashtu të vogla, i merrsha kështu si fshehtas edhe i kisha në dhomën teme edhe ndoshta me një gjilpan të vogël që s'ka guxu absolutisht unë si vogël shumë e pas në dorë, po u mundojsha kështu me qep ndonjë fustan ose ndonjë s'di, i bëjsha kështu si lloj forme edhe i mbajsha ashtu, i bëjsha dy krah ashtu andash edhe më thon besoj që gjithë kur më kujtohen këta lloj momente të shkurta të vogla atë sa mbaj mend, besoj që tash muj me lidh pak a shumë se prej ku ka fillu krejt ajo. Nuk është që kam fillu, muj me thonë basi që jo më rrit, jo më pjeke dhe jo më baj vedishëm për mi zgjedh drejtimet e mia vetë, nuk ka fillu ndoshta prej atje, ka fillu gjithë shka prej ma i vogël që kur kam qenë. Këto pasione, unë mendoj që janë virtyte apo talente me të cilat njeriu lind, kështu që zakonisht nuhaten që në fëmijëri, që në vegjëli, mirë po duket që te ti pas ka pasur ndoshta ndikim edhe nëna, sepse të kesh një makinë për qepje aty, ajo atmosfera, besoj ka ndikuar në frymëzimin tënd. Pasi bëje këto kreacionet, mini kreacionet, i shihte mami apo i shihnin antarë tjerë të familjes që ndoshta thjesht të vërtetoshin që ti ke talent për këtë profesion, ose jo, i ke mbajtur kështu në sirtarin tënd, për t'i treguar më vonë? Po, jo, për me i pa, ndoshta kom qenë si vogël, kështu si fëmijë shumë, ndoshta i guximshëm, për shkak që i kom tregu edhe me do me thonë kuklat e motrës i vesha gjithë ato, si provajsha dhe i thesha këshirone këta e kum ba. Ata që thesha dhe motrës, abden ato barbit e vogla që i kishin fusan, thesha largoj këta, se nuk janë këto të bukra, këto të mjetën ma të bukra, dhe ashtë e bëjshëm një kompenzim të vogël me motrën, edhe jo, nuk është që i kom bajtë shumë sheftas, gjithë kom qenë shumë i hapun edhe e kanë ditë për shembull gjithë familja se çka po baje se kështu, edhe ndoshta për atë arsye kanë qenë suportues deri në ditën e sotme, edhe më kanë shtyr gjithë, asnjëherë nuk është që nuk kom pas ndonjë përkrahje nga mami ose nga babi, përkrahjen e kom pas maksimale, për këtë arsye besoj që është që për infirmëri më kanë vrejt që kam shumë pasion të madh këtë drejtim. Sa ka qenë forcë për ty mbështetja që ti ke marrë nga familja, sepse unë jam e sigurt që në çdo profesion që zgjedhim, nëse kemi mbështetjen e familjes, është një farë motivimi apo inkurajimi plus që nuk na ndal dot asgjë. Edhe po të jetë krejt bota kundër nesh, po ta kesh familjen për krah, besoj mund të arrish çdo gjë. Për ty sa ka ndikuar pozitivisht dhe sa ka qenë forcë? Flora, muj me thonë lirisht që konsideroj veten shumë e fat për një familje që kam, nuk është që po e tham tash këtu në televizion, po me të vërtet, po jo, absolutisht jo, po me të vërtet muj me thonë që jam shumë e fat që e kam pas një familje dhe kam ende një familje që ndosh edhe shumë suportues në Maqedoni Veriut, pa ofendu ndoshta asnjë, besoj që shumë familje e bojnë këtë lloj gabim që nuk i përkrahin shumë fëmijët e tyre edhe më vjen shumë keq edhe tham gjithë publikisht që shumë fëmijë apo shumë ëndra, muj me thonë lirisht, nuk realizohen për shkak të mungesës së suportit nga familja apo nga njerëzit më të afërt. Besoj që ndoshta kushdo që e ndjek këtë emision kish me qenë si një lloj mesazhi që duhet t'i përkrahni fëmijë, duhet t'i përkrahni ëndrat e tyre për me arrit aty ku dojnë, e jo të imponojnë ndoshta ndonjë drejtim tjetër që nuk e kanë me qef. E qartë. Unë në vetë hapje përmenda që në mentalitetin ton e bukura, moda, zakonisht konsiderohet si fushë dedikuar vetëm vajzave dhe grave, ndërkohë që në botë është e dëshmuar në fakt që shumë dizenjatorë të njohur botror janë pikërisht meshkuj, ndër më të mirë, do thoja në top 3 brendet më të njohura botrore, i kemi meshkujt dizenjator. Ke ndjerti ndonjëherë paragjykime, ndoshta në moshë më të vogël, nga njerëzit të cilët thonë hiqu kreacioneve, përkushtoju një profesionit mashkullor, sepse ne dim të bëjmë këto dallime apo imponime që në fëmijëri na i ndajnë. Këto profesione janë për vajza dhe këto profesione janë për djem. E ke pasti ndonjëherë këtë, e ke ndjerë ndoshta
këtë paragjykim që të është privuar në ndonjë moment caktuar ky pasion që ti ke për modën, që ke pas në atë kohë? Po, nuk më me thonë që nuk e kam ndje, tash veç ndoshta kisha rajt nëse kisha thonë që nuk e kam ndje. Ka pas ndoshta paragjykime, jo ndoshta, po ka pas paragjykime, ka pas dalje të profesioneve shumë, më është ofru ndoshta shumë herë që të vazhdoj në një profesion tjetër, si që seke ma shkollor ose ashtu, nuk do të thotë që nuk ka pas, por si që të ka dhe më herët për krahja edhe suporti i familjes më ka shty mu që të ndjek andrat e mia. Është e vërtet që në mentalitetin ton janë këto lloj ndarje, për shembull pjesa e modës apo pjesa e dizajnit apo ndonjë profesion tjetër më i caktuar që është vetëm për femna apo vetëm për meshkuj. Kjo nuk është e vërtet absolutisht, siç e thekë edhe ti që top 3 brendet apo top 10 brendet më thonë lirisht më të njohura në botë, prapa atyre brendeve, prapa atyre kreacioneve, fshihet një mashkull që i ka kriju, edhe ende ndoshta më thonë që prej 1940-ën e këndej ose edhe më herët se aq, ende janë në përfoluri e sipër ato kreacione dhe asnjëherë s'besoj që do të vdesin. Edhe te shqiptarët nuk është ndryshëm, dhe fakt disa nga dizajnatorët më të njohur dhe më të suksesshëm, ata të cilët viteve të fundit kanë veshur edhe emrat Hollywoodit, janë pikërisht meshkuj, në mesin e tyre dhe Valdrin Sahitja, i cili tashmë është rritur në gjithë botën sigurisht me brandin e tij. Kështu që kjo është një dëshmi që besoj tashmë duhet ta kuptoj edhe mentaliteti shqiptar, që moda nuk është vetëm për gra, por sigurisht është për gjithë ata të cilët përfaqësojnë diçka të mbrëmshme dhe një pasion me cilin definitivisht lindin. Të flasim pak për shkollimin tënd. Si e kujton shkollën e mesme, pastaj studimet e tua, sa ka qenë vendim i vështirë, si ka qenë rrugtimi yt në shkollë? Ke qenë gjithmonë ai djali që është vesh pak më ndryshe nga të tjerët në klasë? Po, definitivisht. Ata mu i me cek definitivisht në 100% që kom qenë pak ma i veçantë në aspektin e dukjes, kështu, më thani kom da ma shumë rëndësi veshjes. Për shkollën e mesme, ndoshta mu i me thonë vetëm 2 fjalë, me zi që kom prit mu kry edhe me fillu fakultetin e modës. Edhe pjesën e fakultetit, më thonë lirisht që kanë qenë vitet më të mirat, mijat ku e kom gjetë veten kështu 100%, nejse 100% s'po tham, po 80% ashta më thonë, për shkak që asnjëherë nuk kam u ndal tash duke eksperimentua, po tu e kshyrë tu eksploru veten apo stilet apo whatever që ka nevojë bota e modës. Kanë qenë vitet më të bukura të fakultetit, kam pas një shoqni shumë të mirë, profesor shumë të mirë, edhe pjesën e praktikës gjithmonë asnjëherë nuk është që kom anashkalu apo ndonjë mësim, se mboj mend për vetëm se pjesën e matematikës që asnjëherë nuk e kom dashur. Zakonisht njerëz të cilët janë të prirur ka arti tek profesionet pak më kreative, kanë gjithmonë të mangët pjesën e matematikës, që në këtë aspekt që kemi njëjtë. Okej, tek pjesa e studimeve sa mjafton ndoshta fokusi vetëm në studime dhe sa ti gjatë kësaj periudhe je munduar që të marrësh ndoshta edhe anash, mos të kufizohesh vetëm në atë çfarë servoheshte nga profesorët, nga pjesa praktike atje. Sa ke qenë involvuar ndoshta edhe në atë çfarë po ndodhte në gjithë botën? Asnjëherë në asnjë orë të praktikës apo ndonjë orë të mësimdhënësit, në pjesën e mësimdhënies nuk kam prit çka na është servu nga profesori që vetëm atë pjesë të mirëm, gjithmonë kam qenë edhe me projektet e mia në dorë të printume, gjithë me pyetje të ndryshme, me kërkime të ndryshme, me hulumtime të ndryshme. Edhe gjithmonë kam qenë ai studenti ndoshta që ju ka ardhur te huna profesorëve me pyetje të ndryshme, me angazhimet më tepërta se ç'na është dhënë. Edhe besoj që ajo më ka ndihmuar shumë, më shumë për me e kërku apo me i marrë do përgjigje më tepër se ç'na është dhënë nga pjesa e profesorëve. Muj me thonë edhe që gjithmonë e kam një kujtim bashkë me një kolege që muj me thonë deri ora 6 apo deri ora 5 keni mi pas kështu mësime, ne ishim fakultet deri ora 8 ose 9, me thonë ishim 2-3 orë edhe ma tepër të punu, duke u lumtu edhe duke u marrë me pjesën e fakultetit, ma shumë se që duhet si një student.
Besoj kjo është e konfirmon atë që the e ke shiu vërtet shumë këtë vitet e studimeve. Bukur shumë. Tani duhet flasim pak sa është e vështirë të jesh një kreator, një dizenjator në Maqedoni, një vend ku ende po synojmë që ndoshta të kemi tradit mode. Ne vazhdojmë të vishemi, ndoshta të ndjekim më shumë trende se sa të jemi të guximshëm dhe të vishemi ashtu vërtet se si ne ndjehemi, apo ndonjëherë edhe trendet për ne janë too much, janë më shumë se sa ajo korniza që kemi ne si vend. Sa ka qenë për ty e vështirë që të krijoje ashtu siç ti vërtet dëshiron dhe ndjehesh, por në një vend ku në një mënyrë apo tjetër të kufizon? Tash shteti jo nuk na kufizon. Është e vërtet që ka kufizime shumë të mëdhaja, sidomos për pjesën e trendeve që nuk është që jemi në mundësi për të ndjekur shumë lehtë dhe me shumë vetbesim pa pas ndonjë paragjykim rreth. Por për pjesën tjetër besoj që është shtu numri shumë ma shumë se ma herët tek njerëzit në trend ndjekësit. Gjithashtu edhe guximtar kemi tash sa dush, nuk është që nuk kemi, thjesht duhet fillosh prej vete se sa i lejon vetë ti ato paragjykimet ndikojnë të ti, apo sa nuk kemi i leju. Për mu ka qenë fakt e vështirë për ta marrë veten edhe për ta prezentu veten ashtu se si që jam në të vërtet, po si që thash edhe ma herët, ku marrë deri me një pikë që nuk e kom leju paragjykimet ndikojnë shumë të onë, për atë arsye edhe kom vazhdu edhe nuk jom ndalë tash prap. Për pjesën e dizajnit, për pjesën e brandit, për pjesën e limitave se sa i kemi, po ka shumë mungesë të madhe, më me thonë, edhe problemi më i madh për një dizajnator apo një kreator është pjesa e materialeve, se sa kemi mungesë të materialeve në Maqedoni, edhe se sa na duhet neve të udhtojmë në shtete tjera për të gjetë materialet. Ku furnizoheni zakonisht? Cili është ndoshta shteti më i afërt ku jeni më të qasshëm apo ku mund të udhtoni për të siguruar dhe për të furnizuar me materiale? Po tash më afërt që kemi është shteti i Kosovës që na mundson, edhe është më thënë lirisht 1-2-3 hapa më përpara se shteti jonë, për shkak që atje është në fakt më thënë lirisht baza ose kryeqendra e modës në pjesën e Ballkanit, edhe në Shqipëri gjithashtu, po në Shqipëri ndoshta është pak më larg me shku se sa në Kosovë, po Kosovë, Maqedoni edhe Shqipëri kisha lidh këto 3 shtete për furnizime me materialeve. Interesant, kur e mendon që Kosova është shtet shumë më i ri se sa shteti ynë dhe ka bërë një lëvizje kaq të madhe, një shpërthim do thoja unë preferoj ta quaj një shpërthim, sepse përveç fushës së modës ne kemi parë se sa sukses kanë shënuar ndoshta në gjitha fushat, si në sport, në art, muzikë e kështu me radhë, dhe kjo na gëzon shumë, Po, është e vërtet, jam shumë krenar. Por edhe mundësi shumë e mirë për ju, të cilët jeni të kësaj fushë, ndoshta edhe për të lëvizur ndonjëherë, pse jo? Po, jam shumë krenar, ndoshta edhe pse nuk i njoh shumicën e tyre personalisht, jam shumë krenar kur shoh ndonjë red carpet, Grammy apo MTV apo se tash s'm kujton edhe emrat më sakt, kur e shoh ndonjë kreacion që është e veshur nga ndonjë emër shumë i madh internacional në për këto karpetat koç, nga një dizenjator. Pra nga gjitha ata dizenjator, ata zgjedhin një shqiptar. Kjo i bie që vërtet ja vlen puna që ata bëjnë. Ja vlen, definitivisht. Dhe tashmë ka nisur që në gjithë botën të shihet puna jonë. Po, lodhen shumë, e kom vrejt ata edhe e shoh pak a shumë se sa mund japin, edhe normal që mbas gjithë atij mundi vjen edhe një sukses i tillë. Tani duhet flasim pak për rrjetet sociale. Si e shet ti këtë kaos në rrjetet sociale, nuk parim ta kuptojmë kush është një dizajner, kush është një model, kush është një trendsetter, siç po quhet tashmë ky term në rrjetet sociale, është bërë një kaos? Si e shet ti nga syri profesional? Nga syri profesional, po, është pak a shumë duke ndodh tash një si lloj kaos, një hallakam, me thonë, në pjesën e modës, për shkak që besoj që është ndodh kjo përderisa njerëzit janë duke gjetë veten se sakt ku e kanë vendin aty. Një tranzicion, për ta zbulu veten. Po,
Tash, normal që gjithë nuk munden me qenë dizajnator, gjithë nuk munden me qenë influencers, gjithë nuk munden me qenë stilist apo trend ndjekësit. Për atë arsye eksperimentojnë njerëzit shumë, sidomos kohët e fundit, derisa ta gjejnë veten, po besoj që ndodhet ajo pjesa e ndarjes se kush secili profesioni ta ka. E qartë. Ne kemi edhe disa fotografi tuat, vizitat e tua në për vendet ndryshme. Sa ndikojnë këto vizita në vizionin tënd, ndoshta në frymëzimin tënd, kur kem plan që të nisësh të bësh kreacione të reja, ndoshta viziton një vend siç është Parisi apo nuk e di unë Spanja, vende që kanë më shumë histori, që kanë më shumë bukuri e kështu me radhë. Sa ndikojnë në frymëzimin tënd dhe sa shpesh i realizon këto vizita? Vizita tash kam udhëtu vitin e kalum pak ma tepër se ç'duhet, më me thonë. Isha në disa vendet ndryshme, jo, absolutisht, pishman asnjëherë. Kam vizitu, ka ndiku shumë lirësh, më me thonë, në koleksion këto lloj vizita, për shkak që kom pa karakteret ndryshme, kom pa njerëz të ndryshëm, kom pa lëvizje të ndryshme, kom pa fytyra të ndryshme, edhe ajo ka qenë një frymëzim, më me thonë, shumë i madh për mu edhe për koleksionin që kom sjell, për shkak që, siç e thash, prej në shkurt të vitit kalum deri në shkurt të këtij viti, kom qenë në 7 apo 8 shtetet ndryshme dhe qytetet ndryshme, edhe mbas çdo udhëtimi që u rikthesha në Shkup, më me thonë që ndonjë ndryshim gjithashtu ka ndodhur edhe në koleksion apo në atë kreacion që ka qenë duke u punu, për shkak që, siç e thash edhe më herët, edhe një lëvizje shumë e vogël e ndonjë njeriu në atë mënyrën sensuale mundet me ndiku ose mundet me marrë ndonjë ide shumë më ndryshe se nga çka e ke planifikuar prej në fillim. Ka ndiku shumë, kam qenë shumë inspiruar nga gjitha vendet që kam qenë. Një nga vendet, një shtet apo qytet që ty të ka inspiruar dhe që ndoshta e ke gjetë më shumë veten në mënyrën se si ti je e bukur, në mënyrën se si ti je modën. Muj me thonë që, se po më qeshët tash se gjithë bojnë, që me thonë, qeshën me mu në pjesën e Stambollit që shkoj shumë, ata e kam must go gjithë, tani pas taj vjen Parisi, normal. Po pëse qeshin me pjesën e Stambollit, se gjithë e duam Stambollit, dhe kur nuk na bëhet bajat Stambollit? Asnjëherë jo. Qeshin për pjesën se gjithë kur vjen pjesa e pushimeve apo periudha e pushimeve, kur i pyet se për shembull ku po shkon jo, sa ashtu, okay, në rregull tash ulem, atë po pres kush ka më pyet se ku kam më shkuar, edhe ndonjëherë ndoshta ja bëj unë, aty as ju intereson ma bojnë, hajde se e dim ku kemë shkuar ti, edhe për atë arsye. Okej, pra të frymëzon në një farë mënyrë Stambolli, derisa e viziton kaq shpesh dhe gjithmonë besoj të jep atë ndjesinë familjare. Po, është pjesa, është ndjesia familjare, është ndjesia moderne, është ndjesia I ka të gërshëtuara në një, definitivisht. Një pyetje po e nis nga vetja. Pse gjithmonë jemi më të guximshëm që për shembull kur shkojmë dhe vizitojmë një vend tjetër, jemi më vetvetja edhe me outfite. Për shembull gjëra që unë i vesh në vende tjera, nuk e di, nuk kam dëshirë t'i vesh në Maqedoni. E vrej këtë tek shumë njerëz, ja po e vrejmë edhe te ti. Domethënë një stil pak më avangard, domethënë tamam vetvetja. Pse na ndodh kjo? Ndihemi më të lirë ndoshta nga paragjykimet, zhvishemi nga paragjykimet kur shkojmë në një vend më të zhvilluar, në një vend ku ndoshta edhe moda është në tjetër nivel, ndryshe nga vendi ynë. Ndoshta saktësisht tash nuk muj më të dhoni një përgjigje shumë ma definume, po edhe unë përmetin jam në kërkimin e kësaj përgjigje edhe vetë, jam në mes a jemi ma të sigurt që nuk na nje atje në atë lokacion specifik dikush, apo thjesht e ndjehemi ma të sigurt për shkak të paragjykimeve dhe janë ndoshta më përpara me kohë ose më përpara me paragjykime dhe ma pak e vrasin me indjen se kush çapo vesh. Nuk e di tash, jam në dilemë mes këtyne dyja përgjigjeve. Sepse sërish ne të njëjtat fotografi shpërndajmë për audiencën, për miqtë tanë, pra duhet jetë këtu diku në mes. Ndoshta frika nga paragjykimet dhe ajo liria që e ndjejmë se nuk do gjykohemi nga njerëzit jashtë vendit tonë. Po, është edhe ajo, po tash muj me thonë haptazi që edhe në Shkup po ndodh e njëjta gjë. Nuk është që se në bazë çdo udhëtimit normal tash ndihem ma i lirë apo ndoshta ma vetvetja edhe në atë pjesën e kom këtu një lloj comfort zone kështu në pjesën e outfiteve, edhe ndoshta edhe në pjesën e Shkupit kur dal
pi ndonjë kafe apo ndoshta kam ndonjë punë dikon nga pjesa e tjetër se ku jetoj. Vishem në mënyrë, tash nuk muj me thoni 100% se si vishem në udhëtime, po dikun afër aty i afrohem ashtu lloj stili të njëjtë, dhe gjithmonë mbas çdo udhëtimi ndjehem më pak i paragjykuar në pjesën e Maqedonisë këtu në Shkup. Tash ndoshta s'po di si ta definoj bashkë më saktësisht, ndoshta është pjesa që e kemi kriju në mendjen tonë që kemi paragjykime. Kemi paragjykime, ajo kjo. Ndoshta nuk ekzistojnë hiç ato paragjykime, ndoshta janë thjesht ne nuk do ta vrasim mendjen. Ne kemi vendosur këto kufinë dhe nuk po arrim dot ta kuptojmë që jemi ne ata që duhet ti ndryshojmë apo ti thejmë të njëjtat kufinë. Edhe ti largojmë po nga mendja jonë. Okej. Je gjithmonë ai shoku që ndoshta i kritikon për outfitet shoqet apo shokët, ose je gjithmonë ajo telefonata që merr për të zgjedhur outfitin final kur keni në plan të bëni një mbrëmje të përbashkët, një party kështu me radhë, sepse gjithmonë ne kemi dëshirë që të marrim mendim nga një profesionist, sidomos kur e ke edhe mik. E lehtëson shumë këtë pjesë. Ti sa e ke problem dhe sa të lodhin ndonjëherë me kërkesa, me mendime? Për me u lodh jo asnjëherë, nuk muj me thonë tash më lodh, për shkak që nuk e marr si një angazhim, po e marr po është si një lloj kënaqësie, është si një lloj improvimi për veten tem, se ndoshta edhe prej asaj pjesës mësoj ndonjë gjë tjetër, nuk është që vetëm nëse punoj ose është puna që duhet vesh dikon për në ndonjë magazin apo ndonjë punë apo ndonjë koleksion. Pjesa e shoqënisë ndoshta ose motra ose familjar nona më ndihmon gjithashtu shumë me pjesën e kombinimeve, me pjesën e veshjes profesionalisht gjithashtu, se i lidhe do me thonë, nuk është që ndaj e baj pak me pak për kushtim, pjesën e shoqënisë ose ashtu, i baj me 100% për kushtim, edhe kam do me thonë shumë informacione marrë prej asaj pune që e baj gjithashtu. Dua të ndalem pak të një lidhje shumë e veçantë që ti e ke me motrën tënde. Unë e kam pa që ju ndani dhe pasionin e njëjtë, sepse edhe ajo duke që ka prirje për modën, ka një stil të veçantë. Sa ka qenë e rëndësishme mbështetja e saj, figura e saj që të ka qëndruar afër, ndoshta edhe në momente kur ti në një farë mënyrë je dorëzuar, ke marrë shtytje nga ajo, sa është e rëndësishme lidhja që ti ke me motrën tënde? Për motrën gjithka që shkojnë nuk ndalem duke folë, për shkak që është kraja mi djatë, është kraja mi djatë, është kraja mi majtë, është më thonë gjithka rreth meje. Fatmirësisht është kyçe dhe ajo në pjesën e, nuk muj me thonë të modës, po në pjesën e artit, pasi që mirët me pjesën e make-upit ajo. Pra ta pas ka lecu këtë pjesë, kur përgatitës për photoshooting e kështu me radhë, e ke të sigurt personin. 30% ma pak hargjime, se që duhet me pagu dikon. Po, është një ndihmë shumë e madhe, jemi gjithmonë afër njëri tjetrit, kur kam nevojë ajo diçka për mua jam aty gjithmonë, kur kam nevojë unë diçka për atë është gjithmonë aty pas një lloj hezitimi apo ndonjë arsye. Është një lehtësim shumë i madh, si në pjesën artistike, si në pjesën private, edhe është një përkrahje shumë e madhe, me të vërtetë jam shumë e fat që është afër meje. Jeni shumë e fat që e keni njëri tjetrën definitivisht. Po, edhe ajo për mua gjithashtu vjen tek. Cili është mesazhi Furkan që dëshiron ta përcjellësh përmes Can Label? Kujt i dedikohet Can Label dhe kush janë ata që mund ta gjejnë veten në brandin tënd? Në brandin e Can Label janë gjithmonë të mirëseardhën persona që ndihen si një lloj kameleoni, që kanë guximin të eksperimentojnë me stile dhe të eksplorojnë stilet e veta, pasi që kam vendosur që të sjell gjithë stilet ndryshme në brandin tem, edhe mos ta kufizoj brandin me një stil caktuar që vetëm persona të caktuar ta gjojnë veten në brandin ton. Një mesazh, ndoshta kisha thonë që mos ndaloni duke eksperimentu derisa ta gjeni veten edhe derisa të jeni në atë comfort zonën e juve në pjesën e stilit edhe të modës. Okej, dhe pyetja e fundit është çfarë nënkupton moda për ty, Furkan, me shumë pak fjalë? Pasion, punë, dashuri edhe vetbesim. Bukur shumë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Prizma sot dhe që na e dhe mundësinë që ndoshta në pika të shkurtra dhe të shpejta të kalojmë në rrugtimin tënd që nga fëmiria dhe deri tek krejt ajo që ti po krijon dhe po përfaqëson si artist dhe si dizenjator.
shumë i vendosur për të realizuar krejt ato që ke pasur në plan dhe dëshirat që nga fëmijëria. Faleminderit shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shpresoj që mos të kaloj shumë kohë pas deri në intervistën tjetër. Jo, tani nga ky rikthim nuk të lë rehat. Jo, absolutisht. Faleminderit edhe një herë shumë, ishte kënaqësi.